mendoni? Unë po du me qenë optimist. Qa ka ndryshu po 3 muj? 4 muj? Ndryshim, që kjo është ndryshim shumë i mirë. Jo, qa ka ndryshu po me rinë koalicion? Votat. Nuk gjo votat njoj kjo? Jo, nuk jo njoj, ja, nuk jo njoj. Qa do me thonë kjo? Kjo pipjen që unë pas në të drejtë që Zotri Kurti ka korë fitore spektakulare. Burim, po në regullve se ti një me, po mundu është me quqa spektakulare me bo dronë. A o këtonë, është fitus i zgjedhjeve që tu përfundon gjithë shka. Po. U kryu kjo punë, po. Këtu fillon gjithë shka, jo përfundon, këtu fillon. Këtu fillon gjithë shka. Unë e s'pëdu me ishtu thash përfundon atë da i shtesat tua, që pithu spektakulare, e plebishitare, e kutadjone, qytetari Kosovës ka nevoj me kriju institucione legale, por, që e bërim kërësha, mojën për fjallë, vlen ajo që e kumë thonë vjetë në shkurt. Albin Kurti e shmongë madhveshjen, prandaj zdo një institucionet qëndrushme, Albin Kurti donë me konsumu mandatin e Donald Trump, sepse është anti-trumpist. Nëse që të dyat nuk ju dolin, do më onë, atëherë, ndërën skena, po bëhet një Albin tjetër, po bëhet një Albin i mirë. Për mu. Le të shpresojmë që bëhet. Edhe kjo prap apel. Unë analizjëm të bëhet, shumë të apelu në kur gjo. Unë e thash le të shpresojmë. Po shpreson. Se pat një reagim për Korçën Krstiqi, urdhro bane. Ne nuk do të jemi në këtë situatë që se e kemi vendosur me kohë ambasadorin Amerikanë në Prishtinë. Jam i sigurt. Jo, sepse ajo ndikimi do të ke me diktate dhe me urdhë, por Amerikanët e kanë ditë. E kanë ditë me shetaru në atë drejtim, midis partive politike dhe me afru ato që janë i polarizuar tash në mund do këtë aq i largë që vetë